Ky emision mundësohet nga Konrad Albania. Jetë, unë jam Anila Sulstarova dhe këtu nga valët e radios Paper FM 91.1, sot do të flasim për një temë që është delikate, sepse ndonjëherë gjërat më të rënda nuk vijnë nga njerëzit e panjohur. Vijnë nga ata që i kemi futur vetë në jetë. Një familje i kërkoi ndihmë një komshiu që t'i çonte fëmijët në shkollë. E u besuan. Ai u bë pjesë e përditshmërisë së tyre. Dëmtoi djalin e tyre për vite të tëra. Një vajzë u rrit në një shtëpi ku xhaxha ishte njeriu i dashur. Ai ishte gjithmonë aty. Askush nuk dyshoi. Ai e lëndoi për vite të tëra. Një mësues matematike, i respektuar, i qetë, i përkushtuar. Prindrit e falenderonin, madje edhe e paguanin. Fëmijët i besonin. Dhe ai e përdori për këtë besim për vite të tëra. Këto nuk janë histori të rralla. Janë histori që ndodhin shumë më shpesh se sa ti dhe unë duam të besojmë. Sepse abuzimi seksual ndaj fëmijëve nuk hyn në jetë me dhunë, hyn përmes besimit. Hyn përmes një marrëdhënieje që duket e mirë, përmes një njeriu që duket i sigurt, përmes një roli që ne kemi vlerësuar, respektuar, madje edhe kërkuar. Dhe fëmia nuk ka asnjë shans të kuptojë që kjo është e gabuar, sepse i është dashur të besojë, sepse në kulturën tonë ne i kërkojmë fëmijës që t'i respektojë të rriturit. Ndonjëherë harrojmë t'i tregojmë se cila është mënyra që të mbrohen pikërisht prej të rriturve. Në këtë emision nuk do të flasim për përbindësha. Do të flasim për njerëzit që duken normal, për marrëdhëniet që duken të mira, dhe për mënyrën se si këto marrëdhënie përdoren për të lënduar. Para se të vazhdojmë, kam një sqarim që është i rëndësishëm për prindrit. Ka një diferencë midis abuzimit seksual dhe kuriozitetit seksual. Fëmijët janë kurioz për trupin, dhe kjo është normale. Por abuzimi seksual nuk është normal. Eksplorimi ndodh mes fëmijëve të njëjtës moshë pak a shumë. Ndodh nga kurioziteti, është i hapur, sigurisht kanë privatësinë e tyre, po është i hapur, dhe ndalon kur e kuptojnë që kjo gjë nuk duhet të ndodhë, ata e ndalojnë. Ndërsa abuzimi seksual ka disa gjëra që janë shumë të rëndësishme. Ka një pabarazi në moshë. Është minimalisht 5 vite. E megjithatë edhe ky 5 vjeçar është në limitet e veta, sepse një fëmijë 6 vjeç me një fëmijë 11 vjeç nuk po bëjnë eksplorim seksual. Në rastin e abuzimit seksual ka detyrim. Fëmia është i detyruar të përgjigjet nevojave të rriturit. Përdoret manipulimi ose frika dhe insistohet nga ana e të rriturve që të ruhen sekretet. Në rastin e kuriozitetit seksual, fëmia është i përfshirë, do të zbuloj, do të kuptoj, ndërsa në rastin e abuzimit seksual, fëmia ndihet i friksuar, i turpëruar ose i detyruar. Pra, eksplorimi vjen nga kurioziteti dhe nga pozitat e barabarta, ndërsa abuzimi vjen nga pushteti dhe kontrolli që ka i rriturin e jetën e fëmijës. Sot nuk do të flasim për një profil të vetëm, sepse një nga gabimet më të mëdha që bëjmë si shoqëri është të mendojmë që abuzuesi ka një fytyrë të vetme. Në realitet, ajo që i bashkon këta njerëz nuk është pamja e tyre, por aksesi, mundësia që kanë tek fëmia. Të lutem mos harro që nuk ka një fytyrë. Shumë njerëz e imagjinojnë njeriu që abuzon seksualisht si një figurë të çuditshme, të izoluar, gati të frikshme, që mund të dallohet lehtësisht. E vërteta është që shumë abuzues janë shumë funksionojnë normalisht në shoqërinë tonë, me pamje normale. Baballar, gjyshër, xhaxhallar, dajallar, janë të respektuar, kanë familje, madje kanë dhe role në shoqëri që vlerësohen.
Pikërisht. Kjo është arsyeja pse janë të rrezikshëm, sepse nuk duken si të rrezikshëm. Shumica e abuzimeve ndodhin nga persona të njohur, jo nga të panjohur në rrugë. Me statistika, abuzimet seksuale që u ndodhin nga të panjohur janë shumë herë më pak në numër krahasuar me abuzimet seksuale që ndodhin nga njerëz që kanë mundësi të hyjnë në familjet tuaja. Aksesi është elementi kyç. Abuzimi seksual kërkon 3 gjëra. Akses, mundësi në jetën e fëmijës, besimin e prindërve dhe besimin e fëmijës, dhe mundësi për ta izoluar këtë fëmijë. Ndaj shpesh të abuzues kanë role që ju japin këtë lloj mundësie të kenë akses në jetën e fëmijëve. Janë mësues, trajner, kujdestar familjar, fëmijë të besuar, njerëz që ndihmojnë familjen. Çështja është që këta njerëz nuk hyjnë në jetën e fëmijës me forcë, ata ftohen brenda. Dhe shpesh prindrit e perceptojnë si ndihmë, si mbështetje, si lehtësim. Ndaj kjo temë është pak e vështirë për të folur. Sepse nuk dua që të ndizen paranojat. Do doja vetëm që të aktivizohej kujdesi. Sepse abuzimi ndaj fëmijës nuk është krimi i një individi. Është një dinamik marrëdhëniesh ku abuzuesi përdor besimin që i jepet. Abuzimi rrallë fillon si abuzim direkt. Fillon si marrëdhënie. Fillimisht ndërtohet marrëdhënia. I jepet një vëmendje e veçantë fëmijës. Vlerësimi i veçantë, dhurata. Kërkohet kohë të kalohet me fëmijën. Vlerësohet fëmija për inteligjencën, për pamjen, për sa i Zoti është. I thuhen fjali të tipit ti je i veçantë për mua dhe unë të kam më shumë xhan se sa fëmijët e tjerë. Pastaj situata bëhet më dinamike. Ky njeri fiton besimin e prindërve. Nëse nuk e ka tani më të fituar, përpiqet ta fitojë. Bëhet person i rëndësishëm për ndihmë në familje, ofron mbështetje, tenton të zërë një vend që është gati i pazëvendësueshëm. Dhe kështu fillon që ta veçojë fëmijën, të kaloj shumë më shumë kohë me fëmijën, të ketë shumë më shumë hapësira pa mbikëqyrjen e prindërve. Diçka tjetër që bën ky njeri, bëjnë këta njerëz, është që fillon me prekje të pafajshme. Një përqafim, një puthje, herë në ballë, herë duart që qëndrojnë më gjatë në trupin e fëmijës. Dhe fëmija këtu fillon e ndjen paratin e madhe. Mesazhi është kontradiktor. Por ngrin sepse nuk di si të reagojë ndaj këtij njeriu që i është kërkuar ta respektojë. Pastaj kërkohet sekreti. Kjo marrëdhënie është shumë e rëndësishme për mua, thot ai që abuzon. Jam e bindur që është edhe për ty. Ndaj kjo do të ngelet mes nesh, sepse njerëzit nuk mund të kuptojnë këtë marrëdhënie që është kaq e rëndësishme dhe kaq e bukur mes nesh. Ndonjëherë, në rastet kur familja, prindrit janë pak ose as pak të pranishëm, fëmija fillon të zhvillojë një lloj varësie ndaj këtij njeriu. Ndjen një lloj detyrimi, një lloj besnikërie, sepse në mjedisin që fëmija rritet është i vetmi që ka vëmendje drejt tij. Nuk arrin dot të kuptojë që kjo vëmendje është për përfitim, është për ta izoluar, por e përjeton si vëmendje të dedikuar. Abuzimi nuk ndodh në një moment. Ai është proces, një proces që ndërtohet me hapa të kujdesshëm nga ana e abuzuesit. Ata që abuzojnë seksualisht me fëmijët përpiqen të qetësojnë veten e tyre kur në darkë shkojnë pranë familjeve dhe ndoshta përkëdhelin dhe fëmijët e tyre për t'i thënë vetes që nuk po i bëjnë një dëm të madh.
thjesht po përpiqem t'i jap një vëmendje të veçantë, ta ndihmoj me gjërat që ka nevojë. Se dhe ai ose ajo e do këtë gjë për fëmijën në këtë rast. Përpiqet të minimizoj pasojat. Dhe sigurisht as nuk i shkon mendja tek trauma që po i shkakton fëmijës. Këta njerëz e kanë shumë të vështirë të kuptojnë çfarë po shkaktojnë dhe dhimbjen e fëmijës. Në fokus kanë ekstremisht dhe vetëm nevojat e tyre. Dhe e di, ndonjëherë kanë dhe kurajon madje që të fajsojnë fëmijën, të fajsojnë prindrit e fëmijës që e kanë lënë fëmijën me të fajsojnë gjithëkënd, gjithçka përveç vetes së tij. Abuzuesit rrallë shohin veten si kriminal. Në këtë pikë të duhet bëjë një diferencë midis pedofilisë dhe abuzuesit seksual. Dallimi është shumë i rëndësishëm, bazuar në gjithë studimet. Pedofilia ka të bëjë me preferencat seksuale ndaj fëmijëve. Kryesisht ndaj fëmijëve që janë nën moshën 7 vjeç, ku gjithë struktura fizike, zhvillimi fizik e reflekton që është fëmijë. Mbi moshën 7 vjeç, si për djem, si për vajza, struktura fizike fillon dhe përngjan pak më shumë me trajtat e të rriturit, pavarësisht se është trup fëmia. Që do thotë pedofilia lidhet ngushtësisht me tërheqjen seksuale ndaj fëmijëve. Ndërsa personat që abuzojnë seksualisht ndaj fëmijëve nuk kanë domosdoshmërisht tërheqje seksuale ndaj fëmijëve. Kanë nevojë për pushtet, kanë nevojë për kontroll, kanë nevojë thjesht të plotësojnë kënaqësitë e tyre. Këta janë njerëz që kanë familje, mund të kenë pasur dhe disa histori të rëndësishme, por zgjedhin të bëjnë akte me njerëz që vetëm ai ka kontroll. Dhe këta njerëz kanë këtë ligësi, do e quaja, që ta transferojnë fajin nga vetja tek fëmia. Ti e do këtë. Ti e kërkon. Dhe sidomos në rastin e vajzave përdoren një rrallë herë termat. Ti më provokove. Ti je femër. Unë burr jam në fund të ditës. Dhe kjo gjë krijon tek fëmia turp, konfuzion, faj. Djemt nuk flasin sepse kanë turp, se mund të quhen me terma që nuk u përkasin. Mos u vjet në diskutim burrëria e ardhshme. Vajzat kanë turp sepse po rriten në një kulturë ku çdo abuzim seksual, çdo përdhunim që i ndodh një gruaje është sepse ajo është veshur në një formë të caktuar, sepse ajo ka pirë më shumë se ç'duhet, sepse ajo kërceu në një formë të caktuar. Dhe fëmia rritet në mjedise ku këto komente bëhen nga të gjitha palët. Ndaj dhe vajza e kupton që nëse dikush prek më shumë se ç'duhet trupin e saj, ndoshta ajo ka bërë diçka gabim. Ajo që i bashkon njerëzit, ata që janë abuzues seksual, nuk është fytyra e tyre. Është mundësia që kanë tek fëmia dhe mënyra se si e shpërdoojnë besimin. Ajimin e mjaftueshëm të vëmendshëm ndaj atyre që kanë akses tek fëmijët tanë. Në këtë moment do të dëgjojmë Fiona Apple, Southern Girl. Jemi në valët e radios Paper FM 91.1. Është emisioni Fije Jetë dhe sot po flasim për një çështje që nuk është shumë e lehtë për të folur, as për të dëgjuar, besoj. Po flasim për njerëzit që abuzojnë seksualisht ndaj fëmijëve. Në pjesën e parë ne folëm për mundësinë që këta njerëz kanë në jetën e fëmijëve, por abuzimi nuk mbahet vetëm nga kjo mundësi, nga ky akses. Kryesisht mbahet nga një marrëdhënie, dhe marrëdhënia jo që nuk është e barabartë, por e gjitha ndërtohet mbi një lloj manipulimi emocional. Dhe në thelb të manipulimit emocional është frika, turpi
dhe kontrolli. Marrëdhënia fillon me fëmijën që merr vëmendje, me një lloj varësie që familja dhe fëmia krijojnë ndaj këtij abuzuesi dhe ka një konfuzion shumë të madh emocional. Fëmia nuk e ndjen afërsinë si reale, nuk ka ndjenjë dashurie, ka vetëm turp, frikë dhe kërcënim. Natyrisht që nuk e do abuzuesin, por hesht sepse ndihet i bllokuar dhe ndihet i pafuqishëm. Abuzuesi e kupton që kjo nuk është një marrëdhënie ndërtuar mbi dashuri, është i ndërtuar mbi pushtet dhe një kontroll të njëanshëm. Dhe fëmia nga momenti i parë që kupton që prekja, puthjet, intimiteti, veçimi nuk është pjesë normale e asaj që fëmia ka mësuar, nuk ka gjuhën për ta thënë këtë abuzim. Gjuhën verbale jo, po dhe gjuhën jo verbale ndonjëherë jo. Ndaj fëmia fillon përjeton frikë kronike, turp, ndihet pis, ndihet fajtor, sidomos edhe sepse abuzuesi nuk nguron kurrë t'ia vërë në pah këtë gjë. Duke i thënë ti e provokon, është faji yt, duke e kërcënuar. Që jo vetëm në disa raste mund t'i lëndoj familjen, por e çon edhe më tej skenarin. I thotë që nëse ti i thua prindërve të tu, babyt do më vras mua. Dhe nëse babyt më vret mua, babyt do shkoj në burg. Dhe nëse babyt shko në burg, ju do ngeleni vetëm. Dhe nëse ju mbeteni vetëm, dikush tjetër do vi ta bëj këtë që po bëj unë. Dhe fëmisi ndërton një skenar ku ai ndodhet i ngecur, askush do e besoj. Është skenari i parë që ai luan, askush s'ka për të besuar. Unë jam njëri që më njohin të gjithë. Dhe e di që ka pasur raste që edhe kur janë ekspozuar abuzuesit seksual ndaj fëmijëve, më kujtohet një rast para disa vitesh, ai ishte diku rreth 70 ca vjeç, ai ishte 18 vjeçë. Abuzimi kishte filluar kur ai kishte qenë 13 vjeçë. Dhe mbasi u mor vesh që ai e vrau. Mbasi e pranoi kur kishte filluar abuzimi. Komshinjt thanë që ai ishte burr i mirë. Dhe ky është imazhi që çdo abuzues seksual përdor. Përdor një imazh që ka ndërtuar. Besimi jo vetëm në komunitet, por edhe tek familja, dhe kjo e shkatron fëmijën. Ndaj fëmia nuk rri në këtë raport me abuzuesin se ka dëshirë, po sepse ka frikë, turp, mendon që nuk do besohet, sepse të gjithë e njohin për goxha burr. Dhe sigurisht ka dhe raste në cilat, si përmenda pak rastin e 74 vjeçarit me 18 vjeçarin që abuzimi kishte filluar kur ai kishte qenë 13 vjeç. Ka dhe raste që këto abuzime ndodhen në familje ku prindrit nuk janë. Vëmendja prindërore nuk është. Por për fat të keq, nga praktika ime klinike, me rastet që unë punoj, kam punuar, abuzimi seksual ka ndodhur dhe në familjet që kanë qenë funksionale, sigurisht njerëz të mirë, njerëz punëtorë që punonin me orë të gjata, pra nuk kanë qenë prindër neglizhues, por abuzimi ka ndodhur. Dhe fëmijët në këto raste ndjejnë një pafuqishmëri shumë të lartë. Binden që gati nuk ka asnjë rrugdalje. Fillojnë besojnë që trupi i tij nuk i përket atij. Madje fillon ta brendësoj idenë që është faji i tij. Jo çdo fëmijë abuzuar ka pasur një marrëdhënie të dashur me abuzuesin. Shpeshherë, pavarësisht rolit xhaxha, daj, gjysh, komshi, pavarësisht të rolit social që ky individ ka pasur në familje apo rolit familjar, fëmia mund ta ketë vlerësuar si person në familje, por nuk ka pasur gjithmonë dashuri. Sidomos mbasi fillon abuzimi, për dashuri nuk bëhet fjalë. Bëhet fjalë frikë, kërcënim, turp, dominim, dhe një përpjekje për ta parë pozitivisht abuzuesin si një formë mbijetese, por jo se ka dashuri. Shpeshherë abuzuesit seksual abuzojnë me këtë fjalë, që ti më do.
dhe duke I bërë një shprehje truri fëmijës. Çfarë ndodh me fëmijën kur fillon abuzimi? Ai ndryshon apo jo? Sigurisht që ndryshon. Ti dhe unë e dim që një stres kemi, qoftë financiar, qoftë social. Ndryshon gjithçka. Nervozizmi në fytyrë, ngjyra e fytyrës, humori, lloji I buzëqeshjes, shkëlqimi I syve. E siç të ndryshon ty dhe mua, ashtu I ndryshon dhe fëmijëve. Dhe po, fëmijët nuk e thonë me fjalë që nuk janë mirë, se nuk kanë as fjalët e duhura për të thënë që po abuzohem seksualisht. Por e reflektojnë përmes sjelljeve. Marrëdhëniet që lëndojnë fëmijët nuk janë gjithmonë të dukshme. Ndonjëherë janë të fshehura pas kujdesit, ndonjëherë janë të mbështetura vetëm në frikë. Po unë nuk e di nëse ne të rritur jemi gati ndonjëherë të dëgjojmë një fëmijë që mund të ketë kurajo të flasë. Sepse fëmijët me ose pa fjalë I thonë ca gjëra. Shumica e fëmijëve që abuzohen seksualisht e vuajnë këtë gjë për vite të tëra, për shumë vite. Ndonjëherë mund të marrin kurajon ta thonë këtë gjë vetëm kur janë të rritur dhe në terapi. Edhe kur e thonë me një lloj turpi që është I habitshëm, sepse për vite të tëra kanë besuar që kanë qenë fajtor. Fëmia është I vogël në trup përballë një të rrituri. I rrituri ka pushtet, ka forcë. Fëmia nuk I ka këtë gjëra, nuk ka as mundësi të largohet. Shumë prej fëmijëve përjetojnë kërcënime direkte, kërcënime ndaj familjes ose kërcënime kështu të heshtura, një ton zëri, një shikim. Kjo e bën fëmijët të jetë edhe më I bllokuar, të përjetojë atë gjendjen që në psikologjinë e quajmë freeze, që është paralizë, bllokim total. Fëmia nuk lufton, nuk ikën, ngrin. Ndërsa turpi që përjeton për këtë marrëdhënie është emocioni që gati e shkatëron identitetin. Pas çdo episodi abuzimi, ka shumë fëmijë që nuk mendojnë që ai më bëri mua diçka të keqe, po fillojnë mendojnë ka një problem me mua, ka mund diçka që nuk shkon me mua. Turpi lind nga fakti që trupi I tyre u përfshin në gjëra që ai nuk I kupton dot tërësisht. Ndjesitë fizike janë të pështira, është I friksuar. Fakti që dikush e çveshi ose e preku aty ku ndihet I turpruar. Fakti që ndonjëherë trupi reagon fiziologjikisht. Këta njerëz e përjetojnë sikur ndoshta dhe ju ka pëlqyer. Kjo nuk është e vërtetë. Trupi reagon. Kjo nuk do thotë që ka pëlqim. Dhe sa më I thellë është ky turp, aq më fort bëhet pjesa e identitetit. Faj. Këta fëmijë përjetojnë një faj shumë të madh. Sepse abuzuesi ja ka thënë ti vetë kërkon, ti e do, unë e di që ti më do, unë e shoh se si ti më sheh, ti je fajtor ose fajtore për këtë që po ndodh. Dhe që fëmija beson edhe sepse ne kulturalisht I themi fëmijëve që një rriturit I më mirë gjërat. Ndoshta duhet t'ju lëm pak më shumë hapësirë fëmijëve që të thonë mendimin e tyre pavarësisht se mund ta kenë gabim. Dhe kështu krijohet ky mekanizmi I fuqishëm I heshtjes, sepse fëmia ndihet bashkëpunëtor në abuzim. Këta fëmijë fillojnë dhe izolohen. Izolohen prej vitesh sepse është e vetmja mënyrë që për shumë vite izolohen, sepse është e vetmja mënyrë që këta mund ta mbajnë të sekret me vete. Kanë shumë pak shok, në mos as pak. Janë kryesisht të izoluar sepse nëse do kenë njerëz, kanë frikë se mos u shpëton goja. Kanë frikë se mos rrëfejnë diçka. Dhe izolimi është e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Shumë njerëz kur zbulojnë që këta fëmijë janë të abuzuar seksualisht pyesin, po pse nuk folën, pse nuk treguan? Sepse kanë turp. Sepse kanë frikë, do I besoni apo jo? Sepse kanë frikë se si do shihen nga ty si prind, nga ty si mësues, nga ty si shok, nga ty si komshi. Si do shihen këta fëmijë nëse do flasin? Gjithmonë nëse besohen. Ndihen në faj sepse abuzuesit kanë një familje. Dhe
mund të ndodhë që në ato raste që është raportuar që abuzuesi vërtet mund të ketë përfunduar në pas hekurave, po familjet e abuzuesit janë përndjekur ose kanë vuajtur faje që nuk i takojnë, por viktima ka mbajtur fajin që kjo familje po vuan për shkak të atij njeriu. Fëmijët nuk besojnë që do besohen përballë një të rrituri. Frika se mos familja e tij shkatërrohet. Do ndalen pak më vonë, frika se mos prindrit e tij bëjnë diçka që fëmia mund t'ju mbas prindrit. Kjo është arsye pse shumë fëmijë nuk flasin kur ndodh abuzim, por flasin vetëm në moshë madhore, mbas disa vitesh. Kur këta fëmijë rriten dhe shkojnë në terapi, vuajnë shumë nga ankthi. E kanë të vështirë ndërtojnë marrëdhënie intime sepse nuk besojnë, sepse akoma kanë në kujtesë ndjesinë e shëmtuar të prekjes nga dikujt që nuk e donin. Sepse besojnë që janë problem, sepse besojnë që janë pis, kanë probleme me trupin, me seksualitetin, për të mos folur sa të vështirë e kanë të ndërtojnë besimin tek njerëzit. Kanë momente depresive, disa dhe ndoshta diagnozë depresiv, si depresion. Vuajnë në mënyrë të vazhdueshme ankthin dhe turpin. Të gjitha kërkimet që janë bërë në këtë fushë tregojnë se përjetimi i abuzimit seksual lidhet shumë me depresionin, me ankthin, me stresin post-traumës. Po, fëmijët që abuzohen seksualisht kanë pasoja afatgjate në shëndetin mendor. Kjo nuk do të thotë që nuk janë funksional ose janë lehtësisht të lexueshëm. Jo. Disa syresh po mund të ketë ndodhur që të mos kenë mundur të ngrenë dot kokë nga abuzimi. Po shumë prej tyre janë nga ata që ti nuk do besoje kur që u ka ndodhur një gjë e tillë. Shumë njerëz mendojnë se fëmia duhet të kishte bërë diçka. E vërteta është që fëmia bën gjithçka që mundet për të mbijetuar. Ai hesht për të mbijetuar, ai përshtatet për të mbijetuar, ai shkëputet emocionalisht dhe nga abuzimi në momentin kur ndodh pikërisht për të mbijetuar, dhe kjo nuk është dobësi. Kjo është një lloj inteligjence që trupi ka për të mbrojtur veten, për të mos ta ndjerë traumën deri në kockë. Është koha për një Lady Gaga, Paper FM 91.1. Tani do të flasim për të rriturit. Çfarë nuk shohim ne dhe si dështojmë të reagojmë? Sepse deri tani folëm për atë që ndodh tek fëmia. Shpesh fëmijët nuk janë viktima vetëm të abuzuesit. Për fat keq, janë dhe viktima të mungesës së vëmendjes, mungesës së besimit dhe heshtjes së të rriturve. Fëmijët japin sinjalet, ndoshta jo të gjithë, por edhe ne të rriturit dështojmë t'i lexojmë. Ata i tregojnë përmes ndryshimeve, por këto ndryshime jo rrallëherë interpretohen gabim. Fëmia bëhet më i mbyllur dhe ne ndoshta nxitojmë ta quajmë të turpshëm. Kur bëhet më agresiv, nxitojmë ta quajmë të keq. Kur nuk përqendrohet në shkollë sepse po një nga gjërat, sinjalet më të para që fëmijët japin është një rënje në mësime. Shkojmë i themi dembel. Në shumë raste këto janë sinjale alarmi. Janë disa shenja që duhen marrë seriozisht. Nuk dua të dramatizoj apo të ngrej alarme falso, po ka ndryshime që në sjellje të cilat janë dhe të qëndrueshme. Siç është përheqja sociale, ajo që thash pak më parë. Këta fëmijë nuk shohin shumë në sy. E humbasin kontaktin me sy. Tentojnë të rinë vetëm edhe në shtëpi. Mund të kenë shpërthime zemërimi. Ndonjëherë ndodh që të kenë ca sjellje që i takojnë moshës më të hershme. Për shembull, disa nga këta fëmijë fillojnë të urinojnë natën. Prindi nxiton t'i bëjë gjithë analizat, po harron të pyesi që mund të ketë një shkak psikologjik. Kanë dhimbje të pashpjegueshme barku, stomaku, dhimbje koke. Përpiqen me çdo kusht të mos shkojnë në shkollë sepse e kanë të pamundur të përballin marrëdhënie me njerëzit. Kur abuzuesi vjen në shtëpi,
Këta fëmijë rrin larg. Kanë një ndjenjë faj, ndryshojnë sjellje. Mund t'ju driten dhe pak duart. Këto janë sinjale që kërkojnë vëmendje. Dhe gabimet më të zakonshme që ne të rriturit bëjmë është minimizimi i disa sjelljeve të tyre. Ose edhe kur një fëmijë fillon dhe thot një episod, dhe zakonisht fëmijët nëse fillojnë të flasin si një histori të dëgjuar ose një shoku që i ka ndodhur. Për prindin bëhet një informacion shumë i rëndë dhe nxitohet të thotë që ka fantazi të zhvilluar. E mohon atë që ndodh. Beson shumë tek autoriteti, tek familjari. Pastaj ndonjëherë ndodh që fajsojnë fëmijën pse nuk më the më parë. Ndonjëherë kanë turp nga gjykimi social dhe i kërkojnë fëmijës të heshti. Dhe po, për fat keq kam takuar dhe familje të cilat u vunë në dieni për abuzimin seksual që një familjar bënte ndaj fëmijës tyre. Thjesht vendosën të ndryshojnë qytet. Nuk e raportuan dhe e mbajtën të heshtur. Dhe ky është një nga ato momente kur një fëmijë flet dhe nuk besohet. Dhe ky është një nga momentet më të rënda që mund të ndodhë një fëmijë. Ndonjëherë trauma e vërtet nuk është abuzimi në vetvete, sesa është mungesa e besimit, që nuk u dëgjua dhe që nuk u besua nga të rriturit. Kjo është tradhtia më e rëndë që një fëmijë mund përjetojë. Këta njerëz sigurisht që kur rriten bëhen njerëz që nuk kanë besim tek askush. Një nga pyetjet më të rëndësishme për çdo prind është: a është marrëdhënia që ti ke me fëmijët një marrëdhënie që fëmia mund të flasë pa pasur frikë? A dëgjohen? A ndëshkohen kur ata thonë të vërtetën? A turprohen ata për gjëra që mund të kenë bërë? A i ke mësuar fëmijës privatësinë e trupit? Që askush nuk mund ta prek pa lejen e tij. Askush nuk mund ta prek deri në një moshë saktuar, as ti si prind. Sidomos kur fëmia fillon të mësoj të lahet vetë. Çfarë duhet bësh ti si i rritur nëse ke një dyshim? E rëndësishme është të qëndrosh i qetë për dëgjuar versionin e fëmijës. Të mos ta ndërpresësh, mos bësh hetuesin. Mos fillo fajsimet, po të kam thënë 100 herë, mos u ul aty, mos i fol kështu, mos e përqafo kështu. Dhe është shumë e rëndësishme që fëmia të dëgjojë nga ty që nuk është faji i tij. Dhe po, do ishte shumë e rëndësishme që të bëj një denoncim. Kërkoj ndihmë profesionale dhe institucionale. Sepse një fëmijë në ato momente ka nevojë të besohet nga ty, të mbrohet nga ty, të mos fajsohet, të mos ekspozohet dhe të marrë ndihmën që i duhet. Dhe më e rëndësishmja është të ndjej që ti je në krahun e tij. Fëmijët rrallë ka nevojë për një detektiv, ka nevojë për një të rritur që i dëgjon, që i beson. Ti si prind, nëse e dëgjon këtë histori nga fëmia yt, ke shumë të drejtë të tronditesh, të zemërohesh, të shpërthesh. Sepse kjo është një dhimbje tjetër në këtë histori, dhimbja jote. Dhimbja e prindërve, sepse një prind kur mëson që fëmia i tij është abuzuar, pëson një tronditje të jashtëzakonshme. Shokohet. Ka një mosbesim, nuk do ta besoj këtë realitet. Dhe ke të drejtë. Fillon dhe fajson veten që si nuk e pash, si më shpëtoi kjo gjë. Ndjet i turpruar për rolin e tij si prind, për mënyrën si do shihet ai si prind nga të tjerët. Zemërimi madh i jashtëzakonshëm ndaj abuzuesit me shumë të drejtë. Një ndjenjë dështimi si prind, zemërimi ndaj vetes. Dhe këto janë gjitha reagime njerëzore. Por këto janë emocione që nëse nuk menaxhohen,
shkaktoj një traumë tjetër tek fëmia. Si që thash edhe më parë, fëmijët kanë frikë të flasin ndonjëherë pikërisht, se kanë frikë nga reagimi i prindërve. Ata kanë frikë se prindi do shpërthejë në zemrim, do bëj diçka të rrezikshme, kanë frikë se do humbasin edhe prindrin. Ka frikë se do shkatërrohet familja. Ndaj dhe një nga arsyet pse fëmia e mban abuzimin dhe nuk e flet është sepse vendos të mbrojë ty si prind. Dhe ti e kupton që kjo është një barë shumë e madhe për fëmijën. Zemërimi yt si prind është krejt normal, por shumë i rrezikshëm nëse nuk kontrollohet. Është i kuptueshëm, por nëse ky zemërim bëhet i pakontrolluar, hakmarrës, kërcënues, atëherë fëmia mbyllet edhe më shumë. Nuk flet më me ty. Dhe i mbi vendoset një faj që për shkak të ti po vuan dhe ti. Zemërimi është i kuptueshëm, shumë i kuptueshëm, por fëmia yt ka nevojë më shumë për qetësinë tënde se sa për zemërimin tënd. Egoja jote si prind është shumë e thyer. Po, e thyer. Por do doja të ftoja thelbin tënd si prind dhe të vendosje në prioritet fëmijën dhe jo egon. Është e rëndësishme që ti kur dëgjon histori të tilla, të ndalosh përpara se të reagosh, të kuptosh. Fëmin mos e bëj prezent, mos e akuzo, mos kërko detaje, mos u bëj hetues kur, si, qysh, pse. Pse s'fole. Prioritet duhet jetë fëmia, jo akmarrja. Shumë prindër mendojnë si nuk e pash, si e lash të ndodhte. Jam një prind i dështuar komplet. Mund të jesh në këto momente një prind i dështuar, nëse vendos prioritet hakmarrjen. Po, ky është dështimi i vërtet. Sepse nëse nuk e pe, sigurisht që mund mos jetë faji yt për shkak të gjithë rrethanave jetësore në të cilat jeton. Përgjegjësia nuk është e jote si prind. Përgjegjësia është e abuzuesit. Një pjesë tjetër që preket, që është shumë e rëndësishme që preket e prindit, është fakti që autoriteti është cënuar. Ndjejnë që ai që ka abuzuar është shtallur me autoritetin e tij. Fuqia si prind është cënuar. Dhe ndihet i tradhtuar nga abuzuesi i cili i hapi derën dhe nga fëmia që nuk foli në kohë. Dhe ndonjëherë, ja kështu, pa pritur dhe pa e pasur ti mendjen, duke u udhëhequr vetëm nga zemrimi yt. Ti je vendos vëmendjen nga fëmia tek vetja, tek dhimbja jote, tek turpi yt, tek imazhi yt. Më duhet të theksoj sërish që në këtë moment njeriu më i rëndësishëm është fëmia yt, dhe jo egoja jote. Fëmia yt ka nevojë të mbrohet nga ty, dhe mbrojtja nuk vjen duke u hakmarrë ndaj abuzuesit. Fëmia yt ka nevojë të mos fajsohet, por nëse ti u lëret, vërtet nga dëshpërimi, jo fëmijës, po vetëm nga dëshpërimi yt, fëmia ndihet në faj. Ajo që fëmia yt ka nevojë të dëgjojë në këto momente është që unë jam këtu. Unë jam këtu me ty, unë jam këtu për ty. Kjo që ndodhe nuk është faji yt dhe unë do të mbroj. Më fal nëse nuk e kam bërë deri tani këtë gjë. Këto janë fjali që një fëmijë ka nevojë të dëgjojë. Fëmia juaj në këtë moment nuk ka nevojë për një prind perfekt. Ka nevojë për një prind të qëndrueshëm dhe të sigurt. Unë e kuptoj që dhimbja jote është reale, por dhimbja e fëmijës është më e madhe. Dhe kur një prind, kur ti arrin të zhvendosësh zemërimin tënd, por të merresh me dhimbjen e fëmijës, ti mund të jesh njeriu dhe prindi më i mirë në botë. Tori Amos, Me and the Gun.
Ka disa tema që janë shumë të vështira për të folur. Sepse na detyron që të shohim diçka që është shumë e vështirë. Por të mos flasim për disa gjëra nuk do të thotë që ndalojmë abuzimin. Thjesht të mbajmë të fshehur. Sot kemi folur për një temë të vështirë. Por shpresoj që të ketë qenë një mundësi për të parë më mirë, për të dëgjuar më mirë, për të mbrojtur më mirë. Në këto momente duhet të flas me ata që janë të rritur, që dikur kanë qenë fëmijë. Për ata që mund ta kenë përjetuar këtë realitet. Nëse e ke dëgjuar këtë emision dhe nëse kjo që është folur e ndjen familjare të sjell kujtime. Kam nevojë të them që nuk është faji yt. Nuk ishte kurrë faji yt. As atëherë as sot. Ajo që ka ndodhur nuk duhet të ndodhte, pavarësisht se po përpiqesh ta shohësh si një histori në jetën tënde, si një gjë që e ke kaluar, si një gjë që ndoshta të ka ndihmuar të bësh ky njeriu që je sot. Ti ke bërë atë që çdo fëmijë bën kur përballet me diçka më të madhe se sa vetja. Ke mbijetuar. Dhe mbijetesa nuk është dobësi, është forcë. Nëse nuk e folur, e kuptoj. Nuk ishe i sigurt flisje. Në çdo moment të jetës tënde ti ke drejt kërkosh ndihmë të flasësh, çorohesh. Për prindrit dhe ata që kujdesen për fëmijët. Nëse je prind e trembur, do doja të kuptoje që ti nuk mund të kontrollosh gjithçka në këtë botë. Por ti mund të kontrollosh mënyrën se si je prind për fëmijën tënd. Dhe fëmijët kanë nevojë për një të rritur që i dëgjon pa i ndërprer, që i beson pa i dyshuar, që i mbron pa i fajsuar, dhe që rri edhe kur është i trembur, rri me ta, nuk ikën i zemruar. Nëse fëmia yt flet një ditë, momenti më i rëndësishëm nuk është ai që ndodhi. Momenti më i rëndësishëm për fëmijën tënd është si reagon ti. Sepse reagimi yt mund të jetë fillimi i shërimit të tij ose trauma më e madhe e jetës së tij. Nuk ka nevojë të jesh perfekt. Duhet të jesh aty, i qetë, në krahun e fëmijës. Kjo është mbrojtja për cilën fëmia yt ka nevojë. Dhe tani duhet t'ju drejtohem atyre që abuzojnë me fëmijët. Sigurisht që kjo është pjesa më e vështirë për ta folur publikisht, por unë kam nevojë ta them. Nëse ti je një i rritur që ka lënduar një fëmijë, ajo që ka ndodhur shumë e rëndë me pasoja të jashtëzakonshme në jetën e atij fëmie, dhe përgjegjësia është vetëm e jotja. Kjo nuk do të thotë që historia duhet të vazhdojë. Ke pasur impulse, ke pasur mendime, ke pasur shtysa që nuk i ke kontrolluar dot. Mund ta ndalosh tani këtë. Mund të kërkosh ndihmë, po ndalo. Të kërkosh ndihmë nuk të bën të vogël, më të dobët. Shumë e rëndësishme të ndalosh së lënduar një fëmijë. Ky është akt përgjegjësie. Ka ndihmë profesionale edhe për ty. Dhe nëse ti po ke në mendje dikë që e ke lënduar, të paktën ki kurajo të shkosh të thuash më fal. Dhe ki kurajo të shkosh të thuash që nuk ishte faji i ti dhe i saj për atë që ti ke bërë. Kjo temë nuk është vetëm për disa familje, është për gjithë ne. Sepse çdo fëmijë që rritet i sigurt e bën dhe të ardhmen tonë më të sigurt. Sa herë që një rritur zgjedh të dëgjoj, të besoj, të mbroj, është një investim i jashtëzakonshëm për jetën e një fëmie, për shëndetin mendor të një fëmie. Fëmijët nuk kanë nevojë për të rritur perfekt.
ka nevojë për të rritur që janë të kujdesshëm, të ndershëm dhe të pranishëm në jetën e fëmijëve. Dhe kjo mund të fillojë të ndodhë që sot. Natën e mirë nga Fije Jeta. Ky emision mundësohet nga Konrad Albania.